Personat që konsumojnë vezë çdo ditë urgjent duhet ta dëgjojnë këtë. Disa rregulla ushqimore janë shumë intuitiv. Për shembull, ju e dini se duhet të hani perime çdo ditë dhe të shmangni ngrënien e ushqimeve të skuqura. Megjithatë, ka disa pyetje që na vendosin në dilemë, si për shembull, nëse është e dëmshme të hamë vezë çdo mëngjes. Vezët janë një mendim i parë që na vjen për një vakt me mëngjes të pasur, pasi janë një burim i shkëlqyer lëndëve ushqyese thelbësore si kolina, e cila gjenden në të verdhën e vezës ose edhe proteinat. Përgatitjen shpejt s'ka në kosto, janë të shijshme dhe me vlera ushqyese, por si ndikojnë nëse konsumoni çdo ditë një vezë të zier. Në studimet e kryera, konsumi i shpeshtë i vezëve si ishte edhe aq i këshillueshëm për shkak të kolesterolit, por vezët e ziera sipas Harvard janë një zgjidhje mjaft e mirë për vaktet tuaja. Konsumi 1 deri në 2 vezë të ziera çdo ditë nuk do të shkaktojë probleme negative në shëndetin tuaj.